Policia ka arritur të identifikojë dhe të shpallë në kërkim autorin e dyshuar të vrasjes së ndodhur mbrëmjen e së njëjtës në qytetin e Laçit. Bëhet fjalë për shtetasin Emilian Suti alias Artur Suti, 40 vjeç, banues në Kurbin, i njohur me precedent të mëparshëm penal. Sipas të dhënave, i është dënuar më parë me 5 vite burg për veprën penale kanosje për shkak të detyrës, ndërsa ka pasur edhe precedent penal për armbajtje pa leje dhe ka qenë i arrestuar në Belgjik për vjedhje. Për kapjen e 40 vjeçarit janë angazhuar krahas strukturave vendore të policisë Lezhë edhe shërbimet e forcës kombëtare të sigurisë njësia e Shkodër, ndërsa vijnë kontrollet intensive në disa zona. Ndërkohë detaje të reja janë zbardhur në lidhje me ekzekutimin e Ilir Gjinit, i njohur edhe me mbiemrat Kokaj, Lika dhe Nure. Nga tërësia e veprimeve hetimore rezulton se ndaj tij është qelluar sapo kishte parkuar automjetin poshtë pallatit ku banonte. Viktima është qelluar me të paktën 7 plumba pistolete, ku disa prej të cilave i prekën organet jetësore dhe gjeti vdekjen kur po transportohej për në spitalin e traumës në Tiranë. Nga kqyrja e kamerave të sigurisë rezulton se autori është larguar në këmbë nga vendi i ngjarjes, e cila ndodhi vetëm rreth 100 metra larg komisariatit të policisë së Kurbinit. Hetuesit dyshojnë se ai është ndihmuar nga persona të tjerë për të larguar nga zona, por deri më tani bashkëpunëtorët e mundshëm nuk janë identifikuar. Grupi hetimor po punon mbi disa pista për zbardhjen e plotë të ngjarjes, duke përfshirë konfliktet e mundshme të viktimës, aktivitetin e tij jashtë vendit si dhe të shkuarën e tij penale.